Mirëmëngjesit gjithëve. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave, akademik Sënderli Mushi. Qetësia juaj, zonja ambasadore e Republikës Popullore të Kinës, fakt shumë të vërtetë. E nderuar zonja Mjekitino, zëvendës ministre për Evropën dhe punët e jashtme. Të nderuar akademik, profesor dhe pjesëmarrës. Akademia e Shkencave dhe ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri organizojnë këtë aktivitet si një konferencë shkencore në ndërkombëtare e përbashkët me rastin e 78 dhjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës. Kam kënaqësinë të njoftoj pjesëmarrjen e studiusve nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, përfaqësues nga Universiteti i Shkencave Shpirtërore në Shanghai dhe përfaqësues profesor nga Universiteti për Studimin e Marrëdhënieve me Jashtëm në Pekin. Për të hapur këtë aktivitet përbashkët, kam kënaqësinë të jap fjalën përshëndetje akademikut Sënderli Mushit, kryetari i Akademisë së Shkencave. Më nderuar pjesëmarrës, shkëlqësia juaj e ambasadore e Republikës Popullore të Kinës, Ban Tushue, më nderuar akademik, profesor që keni ardhur nga Akademia e Shkencave Shoqërore të Shanghai dhe Universiteti Studive Ndërkombëtare në Pekin. Miqë kolegë të pranishëm në institucionet tonë universitare. Kam kënaqësinë të hap unimet e kësaj konference shkencore të përgatitur në bashkëpunim me ambasadën e Republikës së Kinës në rastin 78 dhjetor të marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Kinë. Shfarë në histori për Kinën dhe arkitekturën e saj, mira vjeçar kanë shkruar me simpati në nderim, veçantë edhe rilincat e mëdhenj, tanë të mëdhenj që nga Elena Gjika e Samfrashit deri tek Kjerë Shpishtë. Që njëri ky respekti para kryeministrit në rrugë diplomatike. Sinologët shqiptarë dhe albanologët kinesë, një pjesë e madhe e cilëve janë të sallë, si kontribues dhe si dëgjues, si kanë ndriçuar bimësisht momentet më të rëndësishme të historisë 78 vjeçare të marrëdhënieve tona ndërshtetërore. Ashtu si do bëjmë edhe në këtë konferencë. Duke filluar prej nismave diplomatike për rinjohjen e Kinës në organizatën ndërkombëtare, pas gjithashtu në këtë, deri te bashkëpunimi ekonomik, të shkëmbimet shkencore, teknologjike dhe kulturore, të cilat patën shtrydhje në tyre që në gjitha fushat që në vitet 60. Ne respektojmë të historisë përbashkët të pranim mbështetëse dhe miqësore njëri tjetrit, ashtu si që ka ardhur dhe si që zhvilluar, me një bilanc që nuk mund të arë shkenca dhe institucionet e saj dhe universitet gjithashtu janë pjesë e kësaj historike. I parushëm në shkujtesi e Akademisë Shkencave Shoqërore të Kinës në fillimin e viteve 70 për shoqimin dhe shpërblimin e dy dorëshkrimeve më të hershme të Shqipërisë, ka më të hershme në shkallë botërore të njohur si Botik të Berat, shpallur për 2 dekadash nga UNESCO si pjesë e regjistrit të vlerave më të rëndësishme të njerëzimit në programin Memoar. Teknologjia e ruajtjes tyre vlerësohet sot si nga më cilësore dhe më të qëndrueshme në shkallë botërore. Në trashëgimimin tonë, përbashkët bëjmë pjesë jo vetëm shkencat shoqërore,
me ekspeditat arkeologjike, shkëmbime arkivistike dhe formimin e ekspert për disiplinat e identitetit, por edhe projektimin dhe ndërtimin i veprave të mëdha të energjetike industriale, një pjesë e cili janë funksionale dhe sot ka marrë pjesë dhe antar të akademisë sonë. Kemi rastin të evokojmë sot rizgjimin dhe ringritjen bashkëpunimin të drejtë për drejtë të akademisë shpërtësore shkencave me qendra më të rëndësishme kërkimore shkencore kineze, ku ekziston interesi për trashëgimin shqiptar. 3 breze albanologësh të Pekinit prej vitesh punojnë për përcjelljen e një liste për disa dhjetra vepra shtetërore të autorëve shqiptar, që nga rilindja kombëtare deri në sot. Disa prej këtyre autorëve më të rëndësishëm të përkthyer në kinezisht, disa dhe të ripërkthyer, si Ismail Kadare, Gjytëra Soldi e Patos Mongoli, kanë qenë janë antar të akademisë dhe mjaft të tjerë bashkëpunëtorë të saj. Në enciklopedin kineze të kulturës janë përfshirë 6 personalitete shqiptare të sot. Botimi fjalore të shqipes, fjalore të gjuhësh, tekste universitare, mësimin e shqipes, përgatitja e albanologëve të rinj, studius të historisë, letërsisë, kinematografisë dhe kulturës, funksionimin Pekinit qendrës më të madhe albanologike në gjithë Azinë, si dhe arritjet personale shkencore, ishin arsyeja pse Asambleja jonë pranoi profesorin Pekin, që ne e njohim në emrin shqiptar Gjina, si anëtare ndëri të akademisë sonë. Kemi shprehur dhe shprehur vullnetin tonë për ngritjen në shkallë tjetër cilësore dhe intensiteti të bashkëpunimit shkencore teknologjik midis nesh, duke nënshkruar marrëveshje protokolle ndërakademike dhe ndërinstitucionale. Dhe vullneti kemi shprehur para një muaji, kur pritëm këtu në mjedisët tona në delegacion të Akademisë Shkencave Shëndetësore të Kinës. Taratita për këtë është cilësa dhe domethënë. Edhe kjo konferencë do shërbej me siguri si për reflektime historike, një mbardhënie e kulturave tona në tërësi, ashtu dhe për përcaktimin dhe nxitjen e rrugëve më të përshtatshme e më suksesshme për bashkëpunimin veçanërisht për brezat e rinj të studiuesve shqiptarë të Kinës. Por për këtë do të lëm fjalën specialistëve, duke respektuar kompetencën e tyre, ashtu dhe vullnetin e mbarë dhe dedikimin e shprehur në pjesëmarrjen cilësore tyre në këtë konferencë. Ju falenderoj për më. Faleminderit profesor Dinushi. Kam kënaqësinë të jap fjalën shkëlqyesit së saj zonjës Pan Kundue, ambasadore e Republikës Populore të Kinës së Veriut.尊敬的菲诺副外长，尊敬的吉鲁斯院长，尊敬的王健所长，尊敬的纳诺会长，女士们、先生们、朋友们，大家上午好。Zëvendës ministre e jashtme, i nderuar zoti Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave, i nderuar zoti Wangje, drejtori i institucionit të marrëdhënieve ndërkombëtare, i nderuar zoti Nano, presidenti i shoqatës së miqësisë Shqipëri-Kinë, të nderuar të ftuar, zonja dhe zotrinja, miq, mirëmëngjes. 很高兴出席今天的中阿建交75周年学术会议。今年以来，中国驻阿尔巴尼亚使馆同阿克界一道举办了一系列庆祝两国建交75周年的活动，营造了热烈友好的氛围。 Jam e kënaqur të marr pjesë në konferencën e sotme akademike për festimin e 75 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Kinës dhe Shqipërisë. Që nga fillimi i këtij viti, ambasada kineze në Shqipëri, së bashku me të gjitha qarqet në Shqipëri, ka organizuar një sër aktivitetesh
për të festuar 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. 今天，两国学术界的专家齐聚一堂，共同回顾中阿关系走过的不平凡历程，展望中阿关系的美好前景，具有十分重要的意义。首先，我谨代表使馆向各位来宾表示热烈的欢迎，向为此次活动提供大力支持的阿尔巴尼亚科学院表示衷心的感谢，向长期关心和支持中阿关系的和两国友好事业的朋友们表示诚挚的问候和良好祝愿。 Ka një rëndësi të madhe që profesorët nga të dy vendet tona të mblidhen sot këtu për të diskutuar historinë dhe të ardhmen e marrëdhënieve Kinë-Shqipëri. Fillimisht, në emër të ambasadës kineze në Shqipëri, dëshiroj të uroj një mirëseardhje të ngrohtë të gjithë të ftuarve. Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, e cila ka dhënë një mbështetje të madhe për këtë event. Dëshiroj të shpreh përshëndetjet e mia të sinqerta dhe urimet më të mira për të gjithë miqtë që prej kohësh mbështesin marrëdhëniet Kinë-Shqipëri dhe kauzën e miqësisë mes dy vendeve. 阿尔巴尼亚是最早同新中国建交的国家之一，75年来，两国始终秉持相互尊重、平等相待、互利共赢的原则，推动中阿关系向前发展。75年来，两国人民始终不忘彼此间的真挚友谊，不忘老一辈友好人士坚持为中阿关系奔波劳碌。许多年轻人也开始关注和支持中阿关系的发展，助力中阿关系薪火相传。 Shqipëria ishte një nga vendet e para që vendosi marrëdhënie diplomatike me Kinën dhe gjatë 75 viteve të fundit, të dy vendet kanë mbajtur gjithmonë në parimet e respektit të ndërsjellë, trajtimit të barabartë, interes të përbashkët, për të çuar përpara marrëdhënie Kinë-Shqipëri. Gjithashtu, popujt e të dy vendeve nuk e kanë harruar kurrë miqësinë e sinqertë mes tyre. Kemi bashkuar miq jo vetëm nga plezi i vjetër, por edhe plezi i ri për të çuar përpara marrëdhënie dhe miqësinë tradicionale Kinë-Shqipëri. 进入新时期，中阿关系始终保持良好发展的势头。蜂蜜、乳制品等农产品的对华出口持续扩大。2023年，两国签署了互免签证协议和旅游合作谅解备忘录，两国人员的往来更加频繁。今年1到9月，中阿贸易额达到了8.39亿美元，同比增长2.01%。中国成为了阿尔巴尼亚第二大贸易伙伴。今年1到7月，入境阿尔巴尼亚的中国游客达到了1.3万人次，同比增长了118.6%，增速在所有来源国中排名第一。 Duke hyrë në epokën e re, marrëdhëniet Kinë-Shqipëri kanë mbajtur gjithmonë një vrull të mirë zhvillimi. Eksporti i produkteve bujqësore, si mjati dhe bimeri në Kinë, ka vazhduar të zgjerohet. Në vitin 2023, të dyja palët nënshkruan një marrëveshje reciproke për heqjen e vizave dhe një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin turistik, duke i bërë shkëmbimet njerëzore mes dy vendeve më të shpeshta. Në vitin 2024, nga janari deri në shtator, vëllimi drejtor kino-shqiptar arriti në $839 milionë, një rritje prej 2% në krahasim me të njëjtën periudhë. Kina u bë partneri i dytë më i madh tregtar i Shqipërisë. Nga janari në korrik, 13.000 turistë kinezë vizituan Shqipërinë, një rritje prej 118.6% në krahasim me të njëjtën periudhë. Duke u renditur i pari ndër të gjitha vendet kulimore për sa i përket ritmit të rritjes. 女士们、先生们、朋友们，当今世界正面临100年未有之大变局，中阿两国也都处于各自发展关键阶段，两国关系面临着承前启后的重要节点，努力推动中阿关系健康稳定的发展，造福两国人民，是时代赋予我们的重要使命。展望未来，我们期待同阿方一道努力，加强政治互信，扩大务实合作，促进人文交流，让中阿传统友好在新时代焕发出更加强大的生命力。 Zonja dhe zotrinja miq,
Bota sot po përballet me një ndryshim të madh që nuk është të parë në një shekull. Kina dhe Shqipëria janë në një fazë kritike të zhvillimit të tyre përkatës. Dhe marrëdhënia midis dy vendeve po përballet me një nyje të rëndësishme të së shkuarës të së ardhmes. Promovimi i zhvillimit të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve midis Kinës dhe Shqipërisë për të mirën e qëndrueshme të popujve tonë është misioni i rëndësishëm ynë. Duke parë përpara, ne presim të punojmë me palën shqiptare për të forcuar besimin e ndërsjellë politik, për të zgjeruar bashkëpunimin praktik dhe për të promovuar shëmbimet e njerëzore dhe kulturore. Në mënyrë që miqësia tradicionale kino-shqiptare të riaktivizohet në epokën e re. 我们要以政治互信为引领，中方一贯主张大小国家一律平等。我们尊重阿人民自主选择的发展道路，支持阿方为融入欧洲一体化进程所做的努力，乐见阿早日完成入盟谈判，成为欧洲大家庭的一员。中阿两国都奉行开放包容的多元外交政策，我们要继续在涉及彼此核心利益的问题上相互支持和理解，同时不断密切两国政府、政党、立法机构、地方等各层级交往，加强在国际和地区事务上的沟通协调，把牢双边关系发展的方向。 Ne duhet të udhëhiqemi nga besimi i ndërsjellë politik. Kina mbron balazinë midis vendeve të mëdha dhe të vogla, respekton rrugën e zhvillimit të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga populli shqiptar, mbështet përpjekjet e palës shqiptare për t'u integruar në Europë dhe është e kënaqur që sheh përfundimin e hershëm të negociatave të anëtarësimit në PE. Kina dhe Shqipëria që të dyja ndjekin një politikë të jashtme, të hapur dhe përfshirëse. Duhet të vazhdojnë të kuptojnë dhe mbështesin njëra tjetrën për çështjet që lidhen me interesat thelbësore dhe shqetësimet kryesore. Të mbajnë kontakte të ngushta midis qeverive, partive politike, legjislaturave dhe autoriteteve lokale dhe shkëmbime të tjera në të gjitha nivelet midis dy vendeve. Të forcojnë komunikimin dhe koordinimin për çështjet ndërkombëtare dhe rajonale dhe të mbajnë drejtimin e zhvillimit të marrëdhënieve dypalësh. 我们要以务实合作为依托，中阿务实合作潜力巨大。我们愿同阿方共享中国式现代化进程带来的发展机遇和红利，继续推动扩大阿农产品对华出口，鼓励更多有实力、有意愿的中国企业来阿投资兴业，充分用好中国中东欧国家合作机制和共建“一带一路”倡议等平台，拓展双方在能源、旅游、农业、教育等领域的合作，助力阿经济社会发展。同时，希望阿方为中资企业打造更加公平、公正、公开的营商环境。 Ne duhet të bazohemi në bashkëpunimin praktik. Bashkëpunimi praktik në Shqipëri ka një potencial të madh. Ne jemi të gatshëm të ndajmë me palën shqiptare mundësitë e zhvillimit dhe dividendet e sjellë nga procesi i modernizimit të stilit kinez. Do të vazhdojmë të promovojmë zgjerimin e produkteve bujqësore shqiptare të eksportuara në Kinë. Të inkurajojmë më shumë ndërmarrje kineze me forcë dhe vullnet për të investuar në Shqipëri. Të shfrytëzojmë plotësisht mekanizmin dhe platformat e bashkëpunimit Kinë Evropë Qendrore dhe Lindore si iniciativa Një Plez Një Rrugë dhe të zgjerojmë bashkëpunimin në fushat e energjisë, turizmit, bujqësisë, arsimit e të tjera midis Kinës dhe Shqipërisë. Në mënyrë që të kontribuojmë në zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë dhe gjithashtu shpresojmë që pala shqiptare të krijojë një mjedis biznes të drejtë dhe të hapur për sipërmarrjet kineze. 我们要以人文交流为抓手，人文交流是增进两国人民了解和友谊的重要桥梁。我们积极倡导中阿文明交流互鉴，挖掘双方在教育、体育、艺术等领域合作的潜力，进一步密切两国人员往来。中国驻阿使馆愿与同阿各界携手努力，打造更多类似中国文化周的精彩文化活动。我们也欢迎越来越多的阿尔巴尼亚朋友走进中国，将山林之国的魅力带到东方。
Ne duhet të fokusohemi në shkëmbimet njerëzore dhe kulturore, që janë një urë e rëndësishme për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellë dhe miqësinë midis dy popujve. Ne duhet të promovojmë në mënyrë aktive shkëmbimet dhe mirëkuptimin e qytetërimit kino-shqiptar, të shfrytëzojmë potencialin e bashkëpunimit midis dy palëve në fushën e arsimit, sportit, artit dhe fusha të tjera. Dhe kushtojmë më tej shkëmbimet njerëzore mes dy veteve. Ambasada kineze në Shqipëri është e gatshme të punojë me të gjitha qarqet shqiptare për të krijuar më shumë aktivitete kulturore si java kulturore kineze. Mirëpresim gjithnjë e më shumë miq shqiptarë që të vinë në Shqipëri dhe të sjellin hieshinë e tokës së Shqiponjes në lindje. 女士们、先生们、朋友们，中国有一句老话叫做"众人拾柴火焰高"。中阿关系的美好未来离不开我们每一个人的共同努力。期待各位嘉宾在本次会议上能够充分交流，凝聚共识，为中阿关系的行稳致远贡献真知灼见。 Zonja dhe zotrinja miq, ka një thënie kineze që zjarri digjet lart kur të gjithë I sjellin tru. E ardhmja e ndritur e marrëdhënieve kino-shqiptare nuk mund të arrihet pa përpjekjet e secili prej nesh, dhe ne presim diskutimet e plota dhe ndërtimet e konsensusit midis të gjithë të ftuarve në këtë konferencë, në mënyrë që të kontribuojmë njohurin për stabilitetin dhe përbalimin e marrëdhënieve kino-shqiptare. 最后，预祝本次会议圆满成功，谢谢。 Në fund, I uroj kësaj konferencë një sukses të plotë. Faleminderit. Falënderuar zorin ambasadore, ka sajtën e Shqipërisë, Kinën. Tani, në emër të grupit të studiosëve të pjesëmarrës nga Akademia e Shanghai për Shkenca Sociale, do të marrë fjalën profesor Ban Yang, drejtor I Institutit për Marrëdhënien Ndërkombëtare pranë kësaj akademie. Your Excellency, Deputy Foreign Minister Fino, Your Excellency Ambassador Pan, Dear President Janussi, and Dear President Nanu, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we are gathered here to hold an international academic conference jointly organized by the Chinese Embassy in Albania and the Academy of Science of Albania to commemorate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Albania. This historic moment not only highlights the profound friendship between our two countries, but also demonstrates the achievements of our cooperation and exchange. On this occasion, please allow me to express my sincere gratitude on behalf of Shanghai Academy of Social Sciences and the scholars from our institute for the invitation extended by the organizers, and wish this international conference greater success. At this conference, we will conduct in-depth discussions on the history, current situation, and the future development trends of Sino-Albania relations. We hope that through this academic exchange, we can better understand each other's history and culture, find more opportunities for cooperation, and jointly address global and regional challenges. Shanghai Academy of Social Sciences is one of China's high-end think tanks and comprehensive academic institutions, with over 800 staff members, nearly 700 of whom are researchers. It has 17 research institutes and more than 20 research centers, covering
a wide range of disciplines of social sciences and of humanity, including philosophy, economics, law, history, literature, public sciences, and so on. The Academy is committed to promoting academic research, policy consultation, and international exchanges. Shanghai Academy of Social Sciences actively engages in international academic exchanges and cooperation, and has established extensive academic ties with numerous universities and research institutions worldwide, including the Academy of Sciences of Albania and the Albania Institute of International Affairs. In 2004, Shanghai Academy of Social Sciences founded the World Forum on China Studies. Now it has become an important channel for China's academic exchange with other countries and an exchange platform for global experts and scholars on China studies. As just pointed out by Ambassador Pang and President Ghannouchi, China and Albania have enjoyed a profound traditional friendship. And in the past 55 years, both sides have provided each other with strong support and assistance. In recent years, and the BRI initiative, and especially the cooperation framework between China and the Central and Eastern European countries, Sino-Albania cooperation has made new progress. I really hope to take the commemoration of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations as a new starting point for our future cooperation and continue to further consolidate our traditional friendship and deepen our future cooperation. Shanghai Academy of Social Science also hopes to further strengthen cooperation with the Albanian think tanks and research institutions and universities, and encourage experts and scholars from both sides to conduct fruitful discussions on topics of common interests through regular cooperation in academic seminars and forums, so as to provide strong intellectual support for enhancing the mutual understanding between our peoples and promoting the development of our mutual relations. Thank you again for the invitation, and thank you very much for your attention. Thank you. Faleminderit profesor Pantin. Në emrin e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, do të përshëndes Sonja Megri Pino, zëvendësues ministre. Nderuar kryetari i Shqipërisë dhe Zotit Ghannouchi, nderuar zonja Pang, i nderuar zoti Wangjian, zoti Nanu, të nderuar pjesëmarrës zonja dhe zotëri. Është një kënaqësi e veçantë në fakt për mua të drejtohem në këtë përvjetor të shënuar. Ky vit shënon 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Kombëtare të Kinës, dhe padyshim këto dekada përfaqësojnë një rrugtim të gjatë, bashkësie dhe bashkëpunimi me të dy vendeve dhe popujve të tjerë. Ky përvjetor që na bën bashkë sot nuk pasuron vetëm historinë tonë për bashkët, por konfirmon gjithashtu angazhimin tonë për të çuar më tej për kuptimin e ndërsjelljes dhe prosperitetin kombëtar. Misia mes Kinës dhe Shqipërisë ka në themele jo vetëm marrëdhëniet diplomatike, që vendosën ministri prenëtor 1949, apo marrëdhëniet ekonomike, por edhe vlerat dhe shkëmbimet në fushën shkencore, kulturore, artistike, arsimore dhe sportive. Në këtë përvjetor,
Kujtojmë mjaft momente të rëndësishme në marrëdhëniet tona, disa që përmendën edhe nga parafolësit, dhe një ndër to që do doja të veçoja është propozimi dhe mbështetja e Shqipërisë në rrugë diplomatike në vitin 1963, si vend antar i OKB-s për pranimin e Kinës në këtë organizatë. Gjyqësoi më pas edhe pranimin me të drejta plota në OKB të Republikës Popullore të Kinës në 25 tetor 1971 në sesionin e 26 të Asamblesë Përgjithshme. Njëkohësisht kujtojmë edhe mbështetjen dhe ndihmën e Kinës ndaj Shqipërisë për shëndimin ekonomik të vendit në vitet e vështira të viteve 60-70, dhe që i rastin të shpreh vlerësimin dhe falënderimin tonë për shumë aspekte në të cilat ka kontribute konkrete dhe progres të tilla si në art, në kulturë, në shkencë, në sport, por edhe në sektorë të tjerë. Dhe në këtë kontekst, arritjet e Kinës dhe sukseset e popullit kinez i shohin me admirim. Ne kemi punuar së bashku për promovuar bashkëpunimin duke forcuar shkëmbime dypalshe dhe shumëpalshe në fusha me interes të ndërsjellë e globale. Për 75 vite, Shqipëria dhe Kina kanë ndërtuar lidhje tyre që kanë shërbyer si një urë për të ndarë gjëra kulturore, për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të forcuar bashkëpunimin edhe në Asia. Të dy vendet tona kanë ndryshuar tërësisht, duke u zhvilluar shumë në krahasim me dekada më parë. Kina nuk është thjesht vendi më i madh në zhvillim, por është fuqia e dytë ekonomike në botë, një lojtar i fuqishëm global në teknologji e sektorët të tjerë. Sigurisht edhe Shqipëria ka shnuar përparime të rëndësishme në fusha të ndryshme të zhvillimit, veçanërisht dekadën e fundit me një rol gjithnjë më të rëndësishëm në rajon, por edhe në arenën kombëtare. E sot, për përfitor, rikonfirmojmë rëndësinë e rritjes së shkëmbimeve mes njerëzve tanë, veçanërisht duke u fokusuar tek rinia dhe sektori i turizmit, si element të rëndësishëm që ndisin në kuptimin dhe besimin e ndërsjellë për të ardhmen. Për shërbyer si katalizator për gjenerimin e zgjidhjeve inovative për të adresuar sfidat me të cilat përballen. Se në fakt, kur flasim për shkëmbimet mes njerëzve tanë, nuk kam se si të mos përmend edhe eksperiencën time shumë të hyrë në Pekin si studente të disa vite. Megjithse mijëra kilometra larg vendit tim në një kontinent krejt tjetër, ndjesha gjithmonë si në shtëpi kur përmendej Albania apo Shqipëria dhe artë shqiptar në bisedat e shumta që zhvillohen me shqiptarë kinez në përpjekje për praktikuar sa më shumë përgjithësisht. Të nderuar pjesëmarrës, ky përvjetor nuk është vetëm një moment kujtese për atë që kemi arritur së bashku, por edhe një nxitje për të ndërtuar bura të reja për brezat që vijnë. E ndërsa reflektojmë në këtë përvjetor marrëdhënieve mes dy vendeve tona, le të shohim drejt ardhmes me vendosmërinë për të thelluar bashkëpunimin me besimin se me përpjekje të bashkëta mund të eksplorojmë plane të reja për të siguruar që marrëdhëniet tona dypalshe të mbeten larg pamëse dhe në përputhje me interesat e posaçta në kontekstin e ri historik. Në këtë rast, falenderoj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Shkencave të Shanghai që do të lëndën takimin sot. Sesje të gjatë, faleminderit. Falenderuar të sekretarët e saj. I japim fjalën për një përshëndetje presidentit të shoqatës Shqipëri-Kinë, zotin Spartan. Të marrëveshje diplomatike Kinë Shqipëri të shmuar fillim në vazhdim të marrëdhënieve diplomatike. Vitet e vjenit e ndarjes, Kina dhe Shqipëria luan së bashku një kapitull të misionisë që përçoi marrja dhe oqeanin. Dashuria dhe misia me të dy popujve qëndron si një perspektivë i gjallë e poemës kineze, sa do larg nga një që jemi forsi konflikt të mirë të kemë. Vitet e fundit, marrëdhëniet Kinë-Shqipëri kanë ruajtur për një rrugë mirë primi në të dy vendet, përballen mundësi të reja bashkëpunimi në kuadër të iniciativës Një Brezi Rrugë dhe mekanizmit të bashkëpunimit Kinë vendet e Evropës Shqiptare dhe Lindore. Të dy vendet kanë shkuar marrëveshje për rrethjen e vizave të memorandumit të kuptimit për bashkëpunim turistik. Të dy vendet do vazhdojnë të punojnë për nënshkrimin e shumë arshëra, të cilat do të nxisin dinamizëm të ri në zhvillimin e ardhshëm të marrëdhënieve Kinë-Shqipëri. Ne si shoqat e mirësisë Shqipëri-Kinë e mirëpresim bashkëpunimin për një diskutim frutëdhënës
në këtë dialog të rëndësishëm për të ardhmen tonë përbashkët e diskutimeve tanë të miq. Tani e ky vit po mbyllet dhe të ardhmen në atë detyrë që të hartojmë objektivat për vitin e ardhshëm ku do të përfshihet inkurajimi dhe zhvillimi i miqësisë, pasurimit, dashurisë dhe respektit ndërmjet popujve tanë të fushën kulturore, arsimore, letrare, shkencore, ekonomike dhe humanitare. Gjithashtu të mbështesim programet të ambasadës në këto fushë. Të inkurajojmë iniciativën e qeverisë kineze, një brez një rrugë ku do eksplorojmë idetë dhe modele të reja të bashkëpunimit Kinë-Shqipëri e veçanërisht. Sektori energjetik për energjinë diellore, rritjen e fluksit turistëve nga Kina, rritjen e kontakteve të biznesit, rritjen e investimeve kineze në Shqipëri, rritjen e eksportit të bordeve me Kinë. Të organizojmë konferenca, mbledhje, seksione shtetësore, promovime librash, shkëmbyrë të tipare për të çështje. Të përpiqemi për të rritur antarësimin e shoqatave të moshave të reja, kërkesat të cilat jeton pranishëm, veçanërisht të studentëve që mbarojnë institutin e Konfucit dhe përfundojnë studimet dhe masterin e tij. Të vazhdojmë e të zgjerojmë bashkëpunimin me Institutin Konfucit sa herë paraqitet nevojë të programit. Të zgjerojmë bashkëpunimin me Institutin Shqiptar të Studimeve Ndërkombëtare, fondin e takimit QLOB në të sektor. Të ndihmojmë mbajtjen e punës tek të shoqatave të miqësisë së rrethave të ndryshme të vendit, Florë, Karat, Vjerë, Tiranë, Shkodër, Durrës, Sarë, rritjen e nivelit të marrëdhënieve me qytetet kineze të binjaksuar. Të forcojmë bashkëpunimin me ambasadën për aktivitete të ndryshme duke mbështetur dhe ndihmuar sipas. Në atë miqësisë tradicionale të përjetshme, disë Kinës dhe Shqipërisë. Falënderimin e fjalës së përshëndetjes sot nano, që ne partnerojmë, duhet kjo pjesë e parë hyrëse e këtij aktiviteti, dhe tani do vazhdoj seanca e parë të konferencës në drejtimin e profesorëve Hamid Thava, drejtori i Institutit Historik Së Akademisë Shkencave dhe profesor Van Jan nga Akademia e Shkencave Shtetërore në Shanghai.